kemi bërë gjithë detyrat për të bërë antar, pastaj vazhdojnë detyra, vetëm detyra është kjo histori. Deri në fund. Pse jemi refuzuar? Sepse një vend antar nuk na donte. Çka kishte në Shqipërinë? S'kishte asgjë. Por kishte një problem të krijuar me shqiptarët. Pse? Politik. Luftë politike në ato vend, zgjedhjet do vinin, ishin përpara, dhe gjithmonë për gjëja më e thjeshtë që kërkojnë forcat politike, kërkojnë një armik. Pse? Sepse armiku motivon votuesit. Çohuni se ne kemi një dhe në shumë vende të Europës armiku u bë emigranti. Po prap ky është kur thua emigrantët dhe emigrantët, okay, por ama kur gjen pastaj edhe një armik konkret, thu shqiptarët. Këta, shqiptarët këtu e shqiptarët atje, kjo ndihmon. Ndihmon sepse shumica e njerëzve nuk i hyn fare fakteve. Dhe faktikisht ai vendi thoshte jo. Nuk jeni gati. Nuk janë gati këta, ta shtym, ta bëjmë. Po e bëj shumë brutale, sepse ka pas dhe në një nuancë më shumë se kaq, mund të ketë qenë dhe në një vend tjetër në një moment, ka qenë 3 vende, po domethënë shumica dërmuese vendeve ishin okay, po jo. Dhe pse? Sepse ishte një kohë kur ne bënim tonën, por nuk ishin bashkuar gjitha bashkë, siç ndodh tani. Dhe Europa ishte në një situatë që i duke çdo gjë, jemi në rregull, çka duhet tani të rrim, të vazhdojmë, të marrim të tjerë, ne kemi halle të tjera, kemi imigracionin, kemi këto. Ky është ngadalësimi. Në këtë sens procesi ngadalësohet. Pra procesi që të ngadalësohet duhet ndodhin 2 gjëra, o njëra o tjetra o 2 bashkë. Pra, ose vendi që do të shkoj atje fillon bën gabime dhe fillon vendoset në një pozicion jo të favorshëm, vetë vendoset në një pozicion të favorshëm dhe atëherë komisioni fillon dhe ngre rezerva, ose politika e një vendi ose një vendi tjetër ngre rezerva. Tani, sot ne nuk jemi në këto kushte. Por pyetja që duhet ja bëjmë vetes është sa kohë kemi. Sepse nuk i bie çdo brezi fati që të bëjë histori. Shumë breza kanë fatin e mirë që mos kenë raporte me historinë, sepse periudha paqe, periudha normale. Po ka momente në jetën e një populli kur një brezi i bie të bëjë ose të përballet me historinë në kuptimin brutal që i vjen lufta dhe ti as nuk e ke zgjedh luftën, as nuk vendos ti për luftën, as nuk e ndalon dot luftën, të vjen lufta dhe ti do luftosh. Se ndryshe ose të ndodh siç po na ndodh ne tani që është një moment që ne mund të bëjmë